Në mjediset e Muzeut Etnografik në Durrës u mbet koncerti i Orkestrës së Harqeve, Ekos, Jehonat e Kohës. Në ndirigimin e Gridi Krajës, Orkestra e Harqeve solli pjesë të zgjedhura nga kompozitorë të njohur shqiptar e të huaj. Një emocion shumë i veçantë dhe një mbrëmje e veçantë ndryshe për Muzeun Etnografik, që kemi mundësinë të shprehim ndër shfaqjet që zhvillon teatri, kemi mundësinë që t'japim një shfaqje shumë të këndshme në Muzeun Etnografik, ku zhvillojmë melodi të këndshme me muzikë dhe gjithashtu poezi, një mbrëmje që i shton lezetin këtij qyteti. Është poezia e një poete të huaj, e përkthyer nga Angela Chicopano, një poezi e Beti Muços dhe një poezi e Ismail Kadares. Repertori jon është përgjithsisht muzikë shqiptare. Çezadeja, nga Opera Mrika, Prengjakovës, Fjalët e Qiririt, Limozis Dari, Kënga Arbëreshe, gjitha janë në muzikën shqiptare. Në hapësirat ku historia ruan kujtesën e saj, muzika ringjalli jehonat e së kaluarës dhe i shndërroi ato në emocione të gjalla. Tingujt e muzikës së dhomës sollën një mbrëmje me dialog artistik. Gjithka lavrina, as po nuk